Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin tonë të radhës të emisionit Momentum. Ky emision që ju jep zë startupeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sot jemi te Digital School Macedonia këtu në Tetov me Verim Zhakun. Verim, përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin tonë të radhës. Përshëndetje, mirë se erdhët në shkollën digjitale. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Verim, na trego pak kush është Verimi, çka është shkolla digjitale, si keni filluar këtë biznes, këtë udhtim si e keni nis, këtë ide si lindi apo Okej. Shkolla digjitale në Republikën e Maqedonisë është hapur për herë të parë në vitin 2019, së pari në Shkup dhe mandej është hapur në Tetov. Unë jam, drejtori i shkollës digjitale në Tetov, jam inxhinier i shkencave kompjuterike me eksperiencë disa vjeçare në për institucionet shtetërore dhe qëllimi i shkollës digjitale ka qenë që të krijojmë një institucion ku do japim njohuri në fushën e shkencave kompjuterike dhe të mësojmë fëmijët dhe të rinj për profesionin e të ardhmes që janë fusha e programimit edhe shkencat kompjuterike. Cilës shërbime i ofrojni për momentin këtu të shkolla digjitale për i cek edhe grup moshat prej 8 deri në 18 vjet? Cilës shërbime i ofrojni momentalisht? Shkolla digjitale është një institucion arsimor ku ne ofrojmë kurse të programimit për fëmijë duke filluar nga mosha 8 vjeçare deri në 18 vjeç, por edhe për më të rritur, pra edhe për student. Pse duhet të mësojnë nxënësit programim? Sepse duke mësuar programim, ato zhvillojnë aftësitë e tyre për të zgjidhur probleme të caktuara, pra zhvillojnë aftësitë e mendimit kompjuterik dhe i bën të aftë për të ardhmen që është teknologjia dhe zhvillimi që është duke ndodhur në aspektin teknologjik.